Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka njoftuar orën e protestës së radhës të opozitës të paralajmëruar për të enjten e 12 marsit para kuvendit. Gjatë fjalës së tij, në foltorën e PD-s të zhvilluar për çdo të hënë para kryeministrisë me një grup mbështetësish, kreu demokrat tha se protestuesit do të fillojnë që të mblidhen para parlamentit në orën 10 të paradites, orë kja që përkon edhe me fillimin e seancës plenare në kuvend. Gjithashtu Berisha bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në këtë tubim për të larguar nga qeverisja kryeministrin Edi Rama dhe kabinetin e tij, pasi sipas tij, ato po e shkatrojnë vendin me politikat që po ndjekin në favor të interesave të tyre. Harroni të gjitha pasojat që mund të kenë, pritnit nga puna po pa puna, ngriurit fuqishëm, sepse çdo ditë më shumë privacione dështohen. Dilin shesh, të dalim në balë, mos harroni të dashur 33-a. Sot, vendi juaj, për herë të parë në histori, kreu i qeverisë këtij vendi, del në tregun e basteve. A do bjeri apo s'do bjerin 26-ën, kreu organizatës kriminale Edi Rama, nuk ka ndodhur kurrë me dhe qeveri. Duhet ta fshini 1 minutë më parë. Javë nuk duhet t'ja zgjasim këtij ori. Këtij kriminali, këtij hajduti, që s'ka asgjë të përbashkët me zyrtarin, s'ka asgjë të përbashkët me qytetarin, s'ka asgjë të përbashkët me njeriu me dinjitet. Po është një kriminal. 12 marsi është një ditë e madhe. 12 mars të gjithë shqiptarët para parlamentit. Me 12 mars është dita e pranverës demokracisë. Dita e përmbysjes madhe të narkoregjimit. Ndaj dhe në ora 10 e gjithë Shqipëria tek parlamenti. Ne t'i japim përgjegjësinë e merituar Edvin Kristaq Rams dhe bandës së tij. Rrofsh Shqipëria, fitore, fitore. Opozita ka zhvilluar një sër protestash kombëtare, duke e bërë të 12 marsit të 4 në radhë. Protestat janë shoqëruar shpeshherë me përplasje të forta midis protestuesve dhe policisë, ku nuk kanë munguar edhe molotovët, gazi lotësjelës, hedhja e lëndëve piroteknike, si dhe arrestime nga ana e policisë. Gjatë protestës së fundit të 28 shkurtit, protestuesit hodhen molotov në vilën 31 të ish diktatorit Enver Hoxha, duke rrezikuar seriozisht jetën e artistëve dhe vizitorëve në godin. Për shkallëzimi i këtij tubimi, u kushtoi postin disa prej krerëve të lartë të policisë së shtetit, duke filluar nga Gledis Nano dhe disa të tjerë, me arsyetimin se nuk kishin garantuar sigurinë në qytet gjatë zhvillimit të kësaj proteste.